askush nuk I shkon dot të vërtetës thot deri në fund. As feja, thot as shkenca. Për sa I përket fesë Islamit, Islami, Kurani, libri I Allahut të lartësuar, nuk thot vetëm se të vërtetën. Nuk gënjen Zoti I gjatësisë. Allahu I lartësuar çfarë na ka thonë në Kur'an? Ka ndodh dhe do të ndodh. Nuk gënjen Zoti I gjatësisë. Kur'ani, ajo që thot Allahu I lartësuar në Kur'an, pajtohet me çdo mendje të shëndosh. Zoti I gjatësisë na tregon në Kur'an se ai është krijuesi I gjatësisë. Mendja e shëndosh e pranon se ky univers ka një Zot. Syt mball, jo në argument se Zoti ekziston. Askush nuk mund të krijojë kaq perfekt sa Zoti I gjatësisë. Nuk mund të krijohen syt mball vetvetiu. Pra I ka kriju Zoti I gjatësisë. Çdo gjë që ka thonë Allahu I lartësuar në Kur'an është e vërtetë. Ka ndodh dhe do të ndodh. Askush, qysh kur I është shpallur profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, Kur'ani, deri më sot, madje deri në kiamet, nuk arrin të vërtetoj qoftë edhe një gabim Kur'an, se nuk ka. Është fjalë e Zotit gjatësisë. Është ashtu origjinal siç ka zbrit prej të madhit Zot. Për sa I përket shkencës, ka pas teza gjatë historisë që shkencëtarët janë munduar, janë përpjekur, por nuk ja kanë qëllu. Kanë ardhur të tjerë, teori të ndryshme I kanë rrëzuar, për shembull siç ka qenë teoria e Darwinit. Pra e ka thënë, ka studiuar, kanë ardhur të tjerë, e kanë rrëzuar. Ndërsa ajo që thot Zoti I gjatësisë në Kur'an, shpallja hyjnore, pra është 100% e vërtet. 1.000.000% e vërtet. Nuk kam dyshje në to.